të shikuesve kam ju interesu, emri i emisionit. A e keni lënë, a hala? Është mozaik me driton B si qecën. Okej, mozaik, shumë i mozaik. Emër i veçantë. Pse mozaik? Mozaik, të pe kallëzoj një sen, e kom një ondër tjetër, përveçsoj. Mozaik se që ato këtë gjanat e plotësojnë mozaikun tonë të bukur. Okej. Që kena me transmitu dhe kena me ndo me shikusit. Që është? Mozaiku. Që janë perlat të Kosovës. Perlat, pa tjetër. E shto e prita, se thanë fillim perlat, dhe më pëlqeu. Edhe ideja është, jo më ka du me nis një festival, se Prizreni është multikulturor, multietnik, edhe mozaik nëse arri me realizu, nëse ko me pas ko me realizu, po kom që me pas një natë shqip, një natë turqisht, një natë bosnjakisht, edhe gjatë gjithë ditës me pas gjana tradicionale të tre etniteteve. Interesant. Me pas diçka, edhe aty ajo do t'jetë mozaik festival. Edhe në qatë kontekst, na u përshtat pak edhe me idenë tonë që e kena të dokumentarit, edhe thamë, pelujmë qështu. Unë e kom pas një notë shumë... Ata ka sugjeru në e kosh, apo e ki pas gjithmonë... Kena diskutu me kushtrimin, kontraktojmë shumë shpesh, edhe kur edhe puna të emni, e bëjshë majgore. Normal, jemi të lirë për me asi, po ne ajo generata që marim me nime pak.